për botë. Do të jemi dhe sot me një panel interesant diskutuesish për të folur në fakt mbi zhvillimet politike dhe mbi ngërçin në cilin ka ngesur vendi ynë tash një kohë. Në fakt ka disa muaj, më shumë se sa një vit të gjysmë që ne po flasim për zgjedhjet e një pasnjëshme si rezultat i pakatishmërisë së skenës politike për gjetur konsensus në krijimin e institucioneve. Natyrisht, fillimisht ngërçi filloi me mungesën e formulës për zgjedhjen e kryeparlamentarit, pastaj vazhdoi me çështjen e presidentit. Në fakt shkuam 2 herë në zgjedhje të një pasnjëshme si rezultat i këtyre krizave, të cilat në fund prodhuan përafërsisht rezultatin e ngjashëm. A do të shkojmë sërish në një palë zgjedhje për shkak të rezultateve të ngjashme, apo do të gjendet një formulë, varet shumë nga zhvillimet në 2 javët e ardhshme. Realisht, informacionet e mia thonë që Lidhja Demokratike e Kosovës javën e ardhshme do të dalë me 3 emra kandidat për president si rezultat i diskutimeve të zotit Kurti me zotin Abdigjiku. Natyrisht, përpjekja do të jetë që të jenë emri të dalë nga takimi i përbashkët, por nëse nuk ka emër nga një takimi i përbashkët, edhe Lidhja Demokratike e Kosovës do të dalë me emrat që do t'i propozoj vetë, që do të jenë realisht kryepstar të shoqërisë civile, njerëz me ndikim në profesionet e tyre, natyrisht me kontribut të madh mbarkombëtar siç ka kërkuar zoti Kurti. Përafërsisht kriteret janë të gjashme, i vetmi dallim nga ajo çfarë ne kemi informacion, e që është mes LDK-s dhe vetëvendosjes, është vetëvendosja ka tendencë të kërkoj zoti Kurti në këtë rast ka tendencë të kërkoj një personalitet që është më në moshë dhe më me përvojë, realisht që vije kryesisht nga universiteti, ndërkohë që zoti Abdigjiku kërkon dikë që është në moshë më të re, në kuptimin që edhe mund të komunikojë me partnerët ndërkombëtar, sa i përket marrëdhënieve me jashtë. Ky është, besoj, deri më tash nga informacionet që kemi, i vetmi dallim, ajo çfarë ne dimë është nuk është përmendur asnjë emër në takimin e zotit Kurti me zotin Abdigjiku. Të paktën jo në takimin e parë, deri në javën e ardhshme kur do të dalin emrat. Çfarë presidenti e kam quajtur emisionin e sotëm, për diskutuar natyrisht me komentatorët tonë politik në krahun tim të majt sot, për bindje politike nuk e di është i majt apo jo, nuk besoj që është i majt. Zoti